Kam një rast që nuk më ka rastis më përpara dhe nuk e di përgjigjen. Ky do të jetë hoxh? Me sa duket, ndoshta. Isha tek dentisti për me vendos një vit kocke dhe dentisti më tha që kocka ime është e dobët, do të vendos një copë kocke tjetër të huaj. A lejo që kjo kocka e huaj të jetë derri? Jo, nuk lejohet. Allah ta shpërblet që e ke bosi pyetje, sepse ka dhe kocka të tjera që janë halal. Po jo derri nuk lejohet. Për shembull, kur e kam vu ke dentisti që kam bërë guximi, ishin kuarce deti. Kështu. Edhe elhamdulillah, çdo gjë okay, në rregull. Kështu që nuk ka pse me vu derr në trupin e muslimanit. Është ndryshe kur rrezikohet jeta atje, ç'është tjetër, po jo. Kjo ka alternativë, kjo gjëja këtu ka alternativë, nuk është se s'ka alternativë. Ka alternativë halal edhe okay, pastër.